Përshëndetje nga kuzhina në Irit. Sot kam vendosur me përgatit një drekë të shpejtë edhe të shishme me filet pulës. Krejt që kanë nevojitën prej përbërësve janë 1 kg misht pulës. Pra kemi ndoshtë në file, e kemi rror pak me çekiç të mishit, edhe e kom marinu që ta kem hazër pra për një 15 minuta e lojna ashtu mishin e marinuar në frigorifer normal i mbuluar me folje nylon të kuzhinës. Marinimin e kom bo, pra me biber të zi, veget edhe hudhër të bluar. Në unën tjetër për sosin nevojitën, 250 gram këpurdha të fresta ose kështu, një katror nga mishi i pulës, siç po shihet, 100 ml me ujë të nxehtë, një lugë të gjellës me një sheste, 200 gram me krem fresh, 200 gram me shlakzane për ndryshe, ojk ose hopla, si dhe vaj. Bismillah, fillojna me përgatitjen e drekës. E morrim spore një bakall, edhe qesim 200 gram me krem fresh për ndryshe shman, cilën të keni në frigorifer. Mandej hedhim 200 gram me shlakzane ose ojk të hull, një lugë të gjellës me një sheste, 100 ml me ujë të nxehtë, edhe këtë katrorin nga mishi i pulës, i përzina të gjitha derisa të tretet pra ky katrori i mishit të pulës. Në anën tjetër marrim një tigan ku edhe qesim vaj, e lojna që të nxehet mirë e mirë. Vaj është nxehur, bismillah, tash t'i marrim filet pulës, edhe me të 2 onë, pra i kallëdisim mirë e mirë. Derisa të përgatitet mirë mishin e pulës, e morëm një tjetrën anë, përgatitjen e orizit e bojna 500 gram me oriz, i kom pastru mirë derisa të mbet uji i pastër. Me të gjire, kom qit vaj, edhe kom lënë në ndrej mirë. Tash me një herë bismillah hedhim orizin që kemi pastru. E përgatitim 2-3 minuta, pra. Ja që pak veget. Pasi që kemi ka vërdit orizin, e marrë një lugë të qelës me gjajqa, ja qesim brenda, edhe ujnë e nxehtë ja qesim derisa të mbullohet pra orizit. Mandej e ulim temperaturën e sporetit, pra në 250, e lojna derisa të terret ujë që zihet pra orizit në temperaturë të ulët. Kaq i dhejmë pra ujë, se ujën pas temperaturën pra dhe lojna të zihet, dalë nga dalë dhe ta të terët edhe ujë. Mishi në anën tjetër e përgatit, i qesim tjera fileja. I hetim prej tigone, i qesim në një pjatë. Edhe qesim pra filet të mbetëra. E qëtë një qasë si është ferrur edhe ujë. Tash të largojna të nxjerrën, edhe ja qesim një pallum të kuzhinës për një orizit, pa të mbulojna të nxjerrën me kapak, që ta shit atë avullin pra nga orizi, të tjetë krejt i ferrës, të bëhet këta. Tash e largojna edhe mishin tjetër pra filet të pulës, fundit. Edhe në të njëjtin tigan, qesim pra këpurve. Përgatit mirë.
E kemi kavardit edhe të pulvat. Tash të morën përgatitin që e kemi do, edhe ja qesim sa këtu. I kemi qitë të gjithë përdersit, tash e morën edhe shpëllojna me ujë pra bakollin. Edhe e qesim. Tek tigani. E ullim tash temperaturën e shporetit prej 9 që e kem pas me parë. E ullim pra në 3. Asnjë melmes tjetër nuk kemi nevojë me aqit, as krep, as veget, sepse ka ai katrori pra i pulës, përveç pak magdanaz të tjerur ose të frest. E lojna tash të sosin qet me val. Pasi ka fillu të merr sosi val, tash i marrim filet pulës edhe i fusim brenda. Këtë longun fund prej fileve ja qesëm pashtu në tigan. Edhe lojna pra që të merr një 2-3 val të ngadalë temperaturë të ulët. Edhe sosi është zier, e shifni një sos perfekt me këpurva, pra me filet pulës që ja vlen ta provoni se cila bote. Super i shishëm edhe i lehtë në përgatitje. Në anën tjetër e kom largu edhe atë pallomën e kuzhinës, e shifni se si e ka pi edhe atë ujin që ka mbet me thonë kur ta vullohet orizi. Edhe morën një pjatë në anën tjetër. Qesim orizin që bëhet perfekt kukër si shtemi ne. Mandej marrën filet të pulës. Qesim në pjatë edhe një drek që bashkë ta knoq loqkën. Kur nuk keni ide që ka me përgatit shpejt, ja vlen ta provoni. Tash morën nga sosi që kemi përgatit me këpurva, edhe ta qesim sipas dëshirës. Dikuj i pëlqen më shumë sosin e pas, dikuj më pak, kështu që krejt ajo varet prej shijes juve. Kjo ishte edhe dreka tek ne. Nëse provoni, ju lumshin duart e ju beft mirë. Gjumot e begatshme, Allahna pranoft lutjet tona e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit. Ju them miru pofshim.